Unë mendoj se po, dhe mendoj se aja pjesa kryesore e kësaj kohe që do të vije është që të bëjmë një herë për gjithmonë ndërpremjen e mosmarrëveshjeve me Serbinë. Unë mendoj se po. Numrat janë të deputetëve të cilët ngjarën të ne e më shumë dhe mendoj se ngjarën të ne edhe më shumë dhe ato do të bëhen. Ai është mendimi i tyre, ne e dim se i kemi numrat dhe do t'i bëjmë me deputetët e Republikës Kosovës. Mendoj se qytetarët e Republikës Kosovës e kanë dhënë verdiktin e tyre për t'i quar njerëzit më të mirë që ata kanë menduar që janë dhe ne do të çojmë proceset përpara të qytetarët të mendojnë. E mendoj zhvillimin ekonomik më të mirë për gjithë qytetarët e Republikës Kosovës pa dallim me nacionalitetit apo rajonit, dhe mendoj se aja pjesa kryesore e kësaj kohe që do të vije është që të bëjmë një herë për gjithmonë ndërpremjen e mosmarrëveshjeve me Serbinë.